Shtëpia e familjes Dervishi ishte gjithmonë ndarë në dy botë. Ajo ku ndriçonte buzëqeshja e Arlindës dhe ajo ku heshtja e gjatë e Melisës humbiste mes mureve. Të dyja ishin vajzat e së njëjtës nënë, të së njëjtës familje, por jo të së njëjtës dashuri. Arlinda ishte më e madhja, vajza e preferuar, ajo me flokë të artë, me sy që shkëlqenin si dritë feneri. Që fëmijë të gjithë e quanin engjëlli i shtëpisë. Kur ajo qeshte, edhe më të ashpërit në familje i zbuteshin syt. Ndoshta ishte mënyra si ecte, mënyra si fliste, mënyra si duhej të dukej vajza perfekte, Melisa në anën tjetër. Melisa ishte e qetë, e urtë, shpesh e padukshme. Me sytë e errët, vajza e vogël dukej sikur linte pyetje që dikush nuk kishte durim t'i dëgjonte. Ajo fliste pak, por ndjente shumë. Dhe pikërisht kjo e bënte nënën e saj nervoze. Melisa e detyronte të shihte veten në një pasqyrë, gjë që ajo nuk e donte. Të gjithë thoshin se Arlinda ishte bekimi i familjes. Melisa ishte thjesht vajza tjetër. Fillimi pa barazisë të gjitha filluan ngadalë. Në ditëlindjet e fëmijëve, torta e Arlindës ishte gjithmonë më e madhe, dhuratat më të shtrenjta, festa më e madhe. Kur Melisa bënte ditëlindjen, shpesh nuk kishte as dritë qirinj që të ndiste. Nëna e tyre Valbona çdo mëngjes ishte e përfshirë në botën e Arlindës, fustane, këpucë, çanta, aktivitete. Ndërsa Melisës i thoshte vetëm: "Vishu shpejt, mos bëj rëmuj." Baba i vajzave, Petriti, nuk fliste shumë. Ishte i ftohtë me të dyja, por të paktën me Arlindën mundohej të buzëqeshte. Me Melisën asaq, kjo ishte jeta e Melisës, një vajzë e harruar në shtëpinë e saj. Por ajo që prindërit nuk e kuptonin ishte se fëmijët nuk harrohen. Edhe heshtja e tyre flet, dhe dhimbja e tyre mbetet e fshehur, derisa një ditë shpërthen. Diferenca rritej çdo ditë në shkollë, mësuesit shpesh i thoshin nënës se Melisa kishte talent në vizatim. Valbona përgjigjej gjithmonë njësoj: "E po mirë, njësoj si gjithë fëmijët. Arlinda është ajo që ka potencial." Arlinda ishte e bukur. Melisa ishte thjesht një vajzë. Arlinda merrte lavdërime për çdo gjë. Melisa merrte heshtje. Sa herë që vinte radha për të blerë diçka të re, Arlinda kishte gjithçka. Melisa merrte rrobat e përdorura të motrës. Kjo padrejtësi e pashprehur filloi të riste një humner brenda vajzës së vogël. Muret e larta u ngritën në zemrën e saj, e cila bëhej çdo ditë e më e ngurtë. Dhe kur zemra e një fëmije ngurtësohet, bota humbet ngjyrat. Një natë që Melisa kurse harroi një natë. Melisa kishte marrë guximin t'i tregonte nënës një vizatim të saj. Një portret i bërë me laps, aq i bukur sa edhe mësuesja e kishte fotografuar dhe e kishte shpërndarë si shembull për klasën. E vogla kishte shkuar plot shpresë te Valbona, duke pritur një bravo, zemër. Por nëna as nuk e pa vizatimin. "Lëri ato budallallëqe, hajde ndihmo Arlindën me fustanin", kishte thënë ajo me ton të mërzitur. Dhe vizatimi i Melisës rapërdhe, u përthye dhe mbeti i harruar poshtë tavolinës. Me atë vizatim Melisa kishte ndjerë për herë të parë se fjalët mund të vrasin. Arlinda. Vajza që kishte gjithçka. Arlinda e adhuronte vëmendjen. Bukuria e saj, zëri i saj i ëmbël, lëvizjet e saj, gjithçka e bënte të dukej si vajza që kishte ardhur për të rritur krenarinë e familjes. Por Arlinda kishte një anë të errët që vetëm Melisa e njihte. Arlinda e dinte që prindërit e preferoni, dhe shpesh e përdorte këtë si armë. "Melisa, mami nuk të do. Më do mua, gjithmonë mua", i përshpërite ajo. Melisa e dëgjonte në heshtje, duke mos ditur nëse ishte më e dhimbshme përshpërima apo e vërteta. Dhe pastaj filloi të ndodhte diçka e çuditshme. Melisa nisi të mbyllej gjithnjë më shumë. Filloi të fliste më pak, të qeshte më pak, të rritej më shpejt se duhet sepse dhimbja rrit. Por ndërsa prindërit nuk e vinin re, dikush tjetër e shikonte gjithçka. Ishte gjyshja e saj, Mira. Ajo ishte e vetmja që i vinte në dhomë, e vetmja që e pyeste për shkollën, e vetmja që e shikonte në sy. "Ti je më shumë se sa të shohin ata", i thoshte shpesh. Melisa e besonte vetëm gjyshen. Por pikërisht në momentin kur Melisa filloi të ndiej pak më fort, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Një mëngjes i zakonshëm, deri kur dëgjua britma, ishte një mëngjes i ftohtë dimri. Arlinda po përgatitej për një konkurs bukurie në qytet. Ishte dita e saj e madhe, prindërit kishin punuar gjithë javën që ajo të dukej si princesh. Melisa ishte ulur në qoshe duke ngrënë bukë me vaj, kur papritur u dëgjua një britmë e fortë nga dhoma e Arlindës. Një britmë që ngriti gjithë shtëpinë në këmbë. Një britmë që nuk vinte nga Afrika. Por nga diçka shumë e errët, Valbona vrapoi e para. Petriti prapa. Melisa u ngrit ngadalë, e hutuar, e friksuar, e tronditur. Por nuk e priste atë që do shihte. Arlinda ishte shtrirë në dysheme, e pavetdijshme, dhe pranë saj gjaku po përhape ngadalë. Valbona filloi të ulërinte.
Petriti ngriti vajzën në krahët e tij. Dhe aty në mes të gjithë atij kaosi Melisa kuptoi diçka. Atë ditë jeta e tyre do të ndahej në dy pjesë, para dhe pas ngjarjes së tmerrshme. Dhe askush nuk do ishte më i njëjti. Britmat e Valbonës nuk pushoheshin. Dhome e Arlindës dukej si një skenë ku koha kishte ngrirë. Fustani i saj konkursit, i varur në derë, lëkundej lehtë nga dritarja e hapur. Sikur i kujtonte të gjithëve se ajo ditë duhej të kishte qenë e bukur. Duhej të kishte qenë dita e ëndrrës së vajzës së preferuar të familjes. Por tani ishte kthyer në makth. Arlinda rinte e shtrirë, fytyra e zbehtë, buzët e mavjosura. Gjaku që i rrinte nga hunda kishte njollosur jastëkun dhe dyshemen e drurit. Syti kishte mbyllur. Nuk po lëvizte. Nuk po reagonte. Valbona u kap pas murit, gati të binte. Arlinda, mos më lër. Mos më bëj këtë, bërtiste ajo me zërin që i dridhej. Petriti e ngriti vajzën në krah dhe pa thënë asnjë fjalë vrapoi jashtë drejt makinës. Goma u rrotulluan aq fort sa gati këputën çatinë e oborrit. Në atë zallamahi, askush nuk e vuri re Melisën që qëndronte në prag të derës, e cila dridhej nga frika, por jo vetëm. Kishte edhe diçka tjetër, një lloj parandjenje e errët e ftohtë që i kishte zënë këmbët në vend. Aty midis heshtjes që kishte mbetur pas largimit të prindërve, e vetmja që lëvizi ishte gjyshja Mira. Ajo ju afrua ngadalë Melisës, eja, zemër, tha ajo me qetësinë e një njeriu që e kishte parë shumë shpesh dhimbjen. Ndihma jote do na duhet më shumë se e mendon. Melisa ngriti sytë e saj të verdh nga frika dhe vështroi fytyrën e rrudur të gjyshes. Gjysh, pse ndodhi kjo? Pse ra Arlinda? Gjyshja heshti për disa sekonda. Sytë e saj që zakonisht shkëlqenin, tani u mbushën me një errësirë të rëndë. Ka gjëra në këtë shtëpi që nuk t'i kam treguar ende, tha ajo me një zë të ulët. Gjëra që kanë filluar para se ti dhe Arlinda të lindnit. Melisa ndjeu zemrën t'i ngrihej lart, si të donte t'i shpëtonte trupit të saj të vogël. Spitali ku filluan dyshimet kur prindërit mbërritën në spital. Mjekët e morën Arlindën menjëherë. Valbona qante pa frym në korridor. Petriti rinte si statuj i ngrirë, i ashpër, sikur të gjithë bota e tij të varej nga një rezultat që ai s'mund ta kontrollonte. Mjeku doli pas rreth 20 minutash me një dosje në dorë. Së pari ju them se vajza është gjallë, tha ai. Valbona u rrëzua në gjunjë nga lehtësimi. Por, vazhdoi mjeku, ne gjetëm shenjat e çuditshme. Nuk është vetëm një rrëzim. Nuk është vetëm një gjakderdhje e thjeshtë. Arlinda ka pasur një atak. Atak, pëshpëriti Petriti. Çfarë ataku? Duket si një reagim i fortë nervor. Një krizë shkaktuar nga stres ekstrem. Ose diçka tjetër pak e paqartë. Valbona ngriti kokën. Çfarë doni të thoni diçka tjetër? Mjeku i pa të dy në sy. Ka disa shenja që tregojnë se vajza ka përjetuar ankth shumë të madh. Frikë të fortë. Ndikim emocional të vazhdueshëm. Diçka që e ka prekur shpirtërisht. Valbona menjëherë ngriti zërin. Arlinda është fëmia më e lumtur në botë. Është e dashur, e përkëdhelur, e artë. Nuk ka asnjë arsye të ndihet kështu. Mjeku uli syt. Nganjëherë prindërit e shohin një anë të fëmijës dhe fëmia jeton një tjetër. Ato fjalë ngulën si thik. Ndërkohë në shtëpi një sekret i vjetër ngrihet në sipërfaqe. Melisa rinte ulur pranë gjyshes. Kuptonte që diçka po i fshihej. Por se dinte sa e rënd ishte. Gjysh, pse the që ka gjëra që nuk i di? Mira mori frym thellë. Kjo familje, tha ajo, ka dashur gjithmonë vetëm një fëmijë të përkryer. Arlinda, pëshpëriti Melisa. Jo, tha gjyshja duke tundur kokën. Dekada më parë, kur prindërit e tu u martuan, Valbona kishte një bindje, një obsesion. Ajo donte një fëmijë që të dukej si ajo, që ta bënte të dukej perfekte në sytë e botës. Melisa ngriti kokën, po unë? Gjyshja e preku lehtë në dorë, ti u ngjaje Petritit. Dhe Valbona nuk e pranoi kur këtë gjë. Melisa ndjeu një therrje në gjoks. A thua për këtë më uren? Mira pshertiu, por sytë e saj morën një dhimbje të thellë. Jo zemra ime, ajo nuk të uren. Ajo ka frikë. Frikë nga e kaluara e saj. Frikë nga e vërteta. Melisa u drodh, cila e vërtet? Gjyshe Mira uli zërin deri në një pëshpërim. Që jo gjithçka që ti di për familjen tënde është e saktë. Melisa e ndjeu stomakun t'i shtrëngohej. Gjysh, çfarë don të thuash? Mos je duke thënë që unë nuk jam vajza e tyre. Trupi i saj u drodh tërësisht, por Mira nuk foli. Thjesht uli syt, dhe heshtja e saj ishte përgjigja. Spitali Arlinda zgjohet. Ndërkohë në spital Arlinda hapi syt ngadalë. Dhoma ishte e turbull, drita e bardhi binte në fytyrë dhe e bënte të shtrëngonte qepallat. Mami, pëshpëriti ajo. Valbona u hodh mbi të, zemra ime.
Faleminderit Zotit. Më trembe. Mos ma bëj më këtë. Por Arlinda nuk reagoi me buzëqeshje. Ajo duke e friksuar, sikur kishte parë diçka që nuk mund ta përballonte. Mami tha me një zë që mezi dëgjohej. Ku është ajo? Valbona ngriti vetullën. Kush? Arlinda mbylli syt përsëri, gati duke qarë. Ajo që më tha se gjithçka do ndodhte sot, ajo në dritare. Valbona u tmerrua. Arlinda, çfarë po thua? Arlinda e ktheu fytyrën ngadalë nga nëna. Ajo më tha, sot fillon e vërteta. Ajo më tha që dikush në shtëpinë tonë nuk është kush duket. Valbona ngriti dorën në gojë e pa fjalë. Arlinda vazhdoi me trupin që i dridhej. Mami, ajo që pash nuk ishte njeri. Në shtëpi Melisa për herë të parë kupton se jeta e saj ka qenë ndërtuar mbi një gënjeshtërmira më në fund foli. Vitet që erdhën pas lindjes tënde ishin vite të rënda për nënën tënde. Ajo nuk e pranoi dot që fëmia i parë, Arlinda, ngjante me të, ndërsa fëmia i dytë jo. Aq shumë, pyeti Melisa me zë të dridhur. Po, aq shumë. Gjyshja ngriti një letër të vjetër, të zverdhur, që mbante të mbyllur në një kuti metali. Kjo letër, tha ajo, është arsyeja pse prindërit e tu ndryshuan. Arsyeja pse shtëpia jon ka jetuar me frikë. Arsyeja pse Arlinda sot gati humbi jetën. Melisa e mori letrën me duar që i dridheshin. Në krye të saj shkruaj një fjali. E vërteta do dalë herët avon. Pastaj një datë para se Melisa të linte. Melisa e mbajti letrën në duar me një frikë që i kaploi të gjithë trupin. Gishtat i dridheshin aq shumë, sa letra fërgëllonte në lëvizjen e tyre të pavullnetshme. Sytë e saj rëshitën nëpër fjalët e shkruara me stilolaps të zi, të zverdhura nga vitet. Kur të vijë koha, e vërteta do të hap plagë të vjetra. Ti nuk mund ta fshehësh atë që ke bërë. Më poshtë ishte firma e një gruaje që Melisa nuk e kishte dëgjuar kurrë. Lulejana Kodra. Melisa ngriti syt, e hutuar. Gjysh, kush është Lulejana? Gjyshja Mira mbylli syt për disa sekonda, si dikush që po përgatitej të hapte një plagë të vjetër që duhej lënë mbyllur përgjithmonë. Ajo, tha më në fund, është gruaja që do të ndryshonte përjetësisht jetën e familjes sonë. Nëna e vërtet e njërës prej jush. Melisa drodhi mbrapa, e njërës prej nesh. Do të thuash. Mira nuk e la ta përfundonte, po, tha ajo. Njëra prej jush nuk është vajza e Valbonës. Dhe Valbona e di. Melisa qëndroi pa frym. Sikur dikush i kishte marrë ajrin nga mushkërit dhe e kishte hedhur diku larg. Gjurma e zërit i humbi në fyt, cila, pëshpëriti ajo. Unë apo Arlinda? Gjyshja nuk foli. Heshtja e saj e rënd ishte një përgjigje që mund të plagoste më shumë se sa fjalët. Ndërkohë në spital frika e Arlindës rritet. Arlinda e kishte humbur qetësinë. Mjekët i kishin dhënë qetësues, por ajo mezi mund të fliste. Çdo pak minuta kthehej nga dritarja sikur priste dik, ose fshihej prej diçkaje. Mami, ajo ishte aty, përsëriste. Nuk ishte ëndër. Ajo më tha që do të ndodhte diçka e tmerrshme. Valbona i fshiu ballin zemër, ke pasur një krizë paniku. Eshte normale të shohësh gjëra. Por Arlinda tunte kokën fort, jo, mami. Ajo më ngjante me dik. Me mua. Pastaj fjalët i ngelën në fyt, Valbona ngriti vetullën. Me ty. Arlinda pëshpëriti, po. Si një motër binjake, por e zbet. E frikshme. Me flok të gjatë të zinj. Ajo më shikoi drejte në sy dhe më tha. Nuk je ajo që mendon se je. Valbona u drodh. Nuk ka kuptim, por në fytyrën e saj u pa qartë. Ajo e dinte thellë në shpirt se kishte diçka të vërtet në ato fjalë. Diçka që ajo e kishte mbajtur të fshehur me vite. Diçka që kishte frikë se po kthehej për t'i marrë gjithçka. Në shtëpi sekreti i Tratis Mira mori letrën nga duart e Melisës dhe u ngrit ngadalë. Duke ecur drejt dritares, kur ra një dritë e zbet dimri. Fytyra e saj ishte bërë rënd, si e dikuj që ishte lodhur nga heshtja. Lulejana ishte shoqja e ngushtë e Valbonës, filloi ajo. Një shoqe që i qëndroi pranë në ditët më të vështira. Deri ditën që Valbona bëri gabimin më të madh të jetës së saj. Melisa qëndroi e ngrirë, çfarë gabimi? Mira mori frym thellë, sikur po luftonte kundër një muri të padukshëm faji dhe sekretesh. Kur Valbona ishte shtatzën për herë të dytë, pati një komplikacion të rënd. Mjekët i thanë se kishte shumë pak gjasa të mban vajzën. Ajo ndaloi. Zëri i dridhej, por atëherë në spital ishte dhe Lulejana. Ajo kishte lindur po atë ditë. Një vajzë, por e vdekur. Melisa u drodh, mjekët ngatëruan foshnjat, pyeti ajo, gjyshja e shikoi drejte në sy, jo, tha. Foshnjat nuk u ngatëruan, u ndëruan, me vetëdije.
Melisa u ngrit nga vendi, çfarë? Kush do ta bënte këtë? Mira uli syt. Nuk jam e sigurt, por e di se Lulejana u kthye natën e lindjes dhe gjeti Valbonën duke mbajtur një fëmijë që nuk ishte i saj. Melisa ndjeu një të ftohtë që i kaloi nga shpina në qafë. Dhe ajo e latëriste një fëmijë që nuk ishte i saj. Mira përshpëriti, ajo u betua se një ditë do të kthehej, që e vërteta do të dilte, që vajza e saj do të kërkonte atë që i takonte me të drejtë. Melisa e mbylli dorën mbi zemër. Dhe cila prej nesh është vajza e saj? Atë qast, dera kryesore u përplas aq fort sa u drodhën gotat e dritareve. Melisa kërceu. Në korridor u dëgjua zëri i Valbonës, një zë që se kishte kur dëgjuar ashtu. Histerik, i qerr, i pambuluar më nga krenaria apo maska e përsosmërisë. Kë është Melisa a? Gjyshja u ngrit në këmbë, ka filluar, tha me zë të ulët. Ajo e di. Melisa u tkur mbrapa, çfarë di, gjysh? Mira e shikoi drejt, e tronditur, por e vendosur. Dikush prej jush nuk është e saj. Spitali Arlinda she diçka që e tmeron Valbona sa po kishte hyrë në shtëpi. Por në spital Petriti po qëndronte ende me Arlindën. Babi, përshpëriti ajo, mos e lejo atë të vi. Ajo nuk është njeri. Kush? Pyeti Petriti, duke i mbajtur dorën. Arlinda drejtoi gishtin drejt qoshës së dhomës. Atje, ajo është aty. Petriti u kthye me një herë. Dhoma ishte bosh, zemër, nuk ka askënd. Por Arlinda filloi të ulërinte. Jo, babi. Ajo është. Ajo më shikon. Ajo më ka ndjekur gjithë jetën. Petriti i vuri dorën në gojë për ta qetësuar. Arlinda, askush s'po të ndjek. Por Arlinda, me sytë e çmendur nga frika, tha fjalët që ngrin gjakun e tij. Babi, ajo më tha emrin tim të vërtet. Ai ngriti vetullën, cilin emër? Arlinda u mbështet në jastëk. Ajo më tha, ti nuk je Arlind. Ti je Ana. Petritit ju ngurtësua muskujt e fytyrës. Askush nuk e dinte atë emër përveç tij dhe Valbonës. Në shtëpi përplasja që s'mund të shmange Valbona hyri brenda shtëpisë me një energji të çmendur. Syti shkëlqenin nga paniku dhe diçka tjetër, ndoshta urrejtje, ndoshta frikë, ndoshta të dyja bashk. Ku e ke bërtiti ajo, qetësohu, tha Mira. Fëmia nuk ka faj. Ky është faji i saj, bërtiti Valbona. Gjithmonë ka qenë. Ajo s'duhej të ishte këtu. Ajo më solli mallkimin e asaj gruaje në shtëpi. Ajo është arsyeja pse Arlinda gati humbi jetën. Melisa qëndronte pas dere, fytyra e saj e zbet si letër. Ti po thua që unë i kam bërë keq Arlindës, përshpëriti ajo. Valbona u kthye drejt saj me një shikim që Melisa se kishte parkur. Po, u lëriti ajo. Sepse ti nuk je vajza ime. Melisa u tërhoq mbrapa, sikur një goditje e padukshme e kishte përplasur. Dhe kush jam unë? Pyeti ajo, me zërin që i dridhej. Valbona ju afrua ngadalë, me fytyrën e shtrembëruar nga emocionet. Ti, tha ajo duke ngritur gishtin, je vajza e saj. Vajza e Lulejanës. Vajza e asaj gruaje që më mallkoi, më kërcënoi, më ndoqi, më dërgoi letra dhe më mori lumturinë. Melisa u kthye nga gjyshja, duke kërkuar një shpresë, një mohim, një diçka. Por Mira tha vetëm, është koha të mbaroj fshehja, bi. Melisa ndjeu këmbët i dridheshin, dhe Arlinda pyeti, ajo është vajza jote? Valbona u shtang. Buzët ju dridhen, jo, përshpëriti. Atëherë kush? Valbona e ngriti kokën me sytë mbushur me çmenduri. Askush nuk është vajza ime. Shtëpia u mbulua nga një heshtje e frikshme, dhe në atë heshtje u dëgjua një trokitje e butë në derën e jashtme. Trokitje që Melisa e kishte dëgjuar vetëm në ëndra. Pastaj një zë i butë, i ftohtë, i njohur, hapeni. Erdhi koha. Mëngjesi pas ditës së shpëtimit ishte i heshtur, por jo i qetë. Në shtëpinë e tyre të ftohtë, cila deri dje kishte qenë fusha e betejës së padrejtësisë, sot kishte një peshë tjetër. Peshën e të vërtetave të padëgjuara për vite me radhë. Një. Kthesa e madhe Arba u zgjua e para. Nuk kishte fjetur pothuajse fare. I dukej sikur gjithë jeta i ishte kthyer përmbys brenda një nate. Ajo uli këmbët nga krevati, qëndroi pak e shushatur, pastaj zbriti poshtë. Në kuzhinë gjeti të dy prindërit ulur përballë njëri tjetrit. Ishte hera e parë që i shihte të dy aq të plakur brenda kaq pak orësh, nëna ngriti kokën. Syti ishin enjtur nga të qarat. Arba gati ju thye zëri. Duhet të flasim. Këtë fjalë mund t'i kishte pritur gjithë jetën. Por tani që i dëgjoi një pjesë e saj u ngrir nga frika. Ul ngadalë në karrige. Ne kemi gabuar shumë, vazhdoi nëna. Shumë më tepër se sa mund të falet lehtë. Babai preu fjalën me një ton të lodhur. Por duhet ta dish pse ndodhi gjithçka kështu, Arba u shtang. A thua kishte një arsye për gjithë atë mizori? 2.
Sekreti I vjetër. Nëna u ngrit dhe solli një kuti të vogël druri, të lidhur me një shiri të vjetër. E vendosi para Arbës. Kjo është jona, tha ajo, por brenda është e vërteta për ty. Arba e hapi me duar që I dridheshin. Brenda kishte disa letra të zverdhura, një fotografi të vjetër dhe një certifikat që në sekondat e para I ngriti qimet përpjet. Emri I saj mbiemri dhe poshtë një emër tjetër. Një grua që ajo nuk e njihte. Kjo nuk është mami, përshpëriti Arba. Nëna uli kokën. Arba, ti nuk je biologjikisht vajza ime. Këto fjale goditën si një çekan. Zemra ju dridh. Ishte sikur një pjesë e tokës nën të ishte qarë dhe po e përpinte. Të gjetëm kur ishe vetëm 2 vjeç, tha babai me zë të ngjirur. Në një jetimore rurale. E mora pa e menduar 2 herë. Ti ishe e brisht, por e qetë. Unë të zgjodha. Arba mbeti pa frym. Po pse më urryet? Pse më trajtuat kështu? Belbëzoi nëna shpërtheu në lot, sepse isha xheloze, Arba. Babai yt, ai të donte ty më shumë se këdo. Madje edhe më shumë se dorën. Dhe unë isha idiote. Nuk duroja do ta shihja atë që ndronte pas teje gjithmonë. Fillova të shtyja larg. Ndonjëherë qëllimisht, ndonjëherë nga zemra e prishur. Babai uli kokën I turpëruar. U përpoqa të mbroj, por çdo herë që flisja, ajo mbyllej në vete. Familja jon filloi të thyhej për brenda. Dora u rrit në qendër të vëmendjes, ti në hije. Dhe unë lejoja që të ndodhte. Arba ndjeu një përzierje emocionesh. Dhimbje, zemërim, hutim, por edhe një çështje vogël lehtësimi. Më në fund e dinte pse, dhe kur u zhduka. Pyeti ajo nën dhe baba pa njëri tjetrin, të humbëm. U trembëm. E kuptuam gjithçka që kishim bërë gabim. Ishte si një thik në zemër, tha babai. Sot do të shkonim në polici. Dhe do ta pranoja gjithçka. Arba mbështeti shpinën në karrige. Ndjente se po fundosej, por njëkohësisht se po rilinte. 3. Dora dhe ringritja dera e dhomës u hap dhe Dora doli me flokët e shpërndar dhe sytë e qepu nga pagjumësia. Ajo pa Arban dhe vrapoi drejt saj duke e përqafuar ashpër. Më fal të lutem, më fal, përsëriti vajza duke qarë. Arba e mbajti fort. E dinte që Dora s'kishte asnjë faj në gjithë këtë histori. Nuk është faji yt, I tha but. Ti nuk ishe si ta dije. Dora mori frym thellë, por tani e di. Dhe nuk dua kur të humbas më. Në atë çast Arba e kuptoi. Ndonë se plagët e saj ishin të thella, Dora ishte drita që nuk ishte fikur kur. 4. Vendimi I vështirë pas disa orësh heshtje, pëshpërima dhe sqarime, babai e pyeti. Çfarë do të bësh, Arba? Do të qëndrosh me ne, apo do të largohesh? Pyetja rasi një shpatë. Arba ndjeu peshën e gjithë viteve në shpirt. Ajo kishte jetuar në dhimbje, në mungesë dashurie, në hije. Mirë po kishte edhe momente të vogla që e mbanin ende gjallë. Një tapet I qepu nga babai kur ishte vogël, një kukull prej cope që Dora ja kishte dhuruar, një përqafim që e kishte marrë një natë kur ishte sëmur. Ata nuk ishin prindër të mirë, por nuk ishin as përbindësha. Ishin njerëz të dëmtuar që kishin lënduar dhe tani kërkonin të shëroheshin. Arba mori frym thellë. Unë dua kohë, por nuk dua t'ju humbas. Dua të provojmë përsëri, si familje. Nëse edhe ju e doni këtë, nëna shpërtheu në të qara. Babai u ngrit I dridhur dhe I vuri dorën mbi shpatulla. E duam, Arba. Me gjithë shpirt. 5. Fati I rijave që pasuan ishin të mbushura me terapi familjare, biseda të vështira, rikthim kujtimesh dhe ngadal shpresë. Nëna nisi të kërkonte falje 1000 herë, por Arba e ndalonte. Mos më kërko falje për të kaluarën. Më premto që ardhmja do të jetë ndryshe. Dora nga ana tjetër u bë si hija e saj. Nuk e linte as një minutë vetëm. Babai filloi të ndërtonte lidhjen që dikur ja kishin shkatëruar, dhe ngadalë, shumë ngadalë, shtëpia që dikur kishte qenë e ftohtë dhe errët filloi të nxehej. Arba kishte plagë që nuk do të zhdukeshin kurrë, por tani kishte diçka që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Një familje që po përpiqej, një zë të brendshëm që I thoshte se meritonte dashuri, dhe një të vërtetë të madhe. Ajo nuk ishte më vajza e harruar. Ajo ishte vajza që mbijetoi, dhe që tani do të zgjidhte vetë rrugën e jetës së saj.